Përshëndetje, sot dua që të flas dhe më gjatë në një video apo podcast, sikur e kemi marrë domethënë përsipër me e quajt këto videot e tona apo videot e mia për ju. Dua të flas për martesën, domethënë për atë pyetje që më ka ardhur nga një mike, nga një zonjë që ka frikë të thosë po për martesë. Mike dashur, duhet kuptosh që ndoshta ti i rrit me një familje ku nuk ka pas një martesë të lumtur dhe shumicën e bindjeve ne e kemi marrë nga prindrit tonë, sepse nga mosha 0 deri në 7 vjet ne i marrim bindjet më të mëdha. Dhe dikush ka më thonë, për shembull, që më ka ardhur dhe kjo si pyetje, po Migena, si ta bëjmë tashti që ne kemi bën ndoshta gabime me fëmijët tonë dhe si kemi eduku mirë apo si kemi rrit mirë. Në atë moment kuptosh që ti s'ke ditë më shumë. Ti e ke bën në çdo moment atë më të mirën që ti e ke ditë, por për këtë temë do të bëj një podcast tjetër dhe nuk du që ta përzi domethënë këtë video tashti. Për flokët e mia më keni thonë shumë dhe më kanë ardhur shumë mesazhe që kaçurrelat më rrinë më mirë. Ju them të drejtën, kaçurreli është edhe forma natyrale e flokëve të mia dhe unë jam një tip shumë natyrale. Nuk kam qef shumë të lyhem, nuk kam shumë qef domethënë ti bëj flokët shumë me llak, me shkume tjera. Për momentin ndihem ashtu, ndoshta dikur e ndryshoj, nuk e di, ama për momentin më pëlqen kështu dhe për atë arsye shoqja ime që më pret sa herë flokët dhe rregullon vetullat e mia, tha, po ti rregulloj, tha, sot tha të drejta, thash, okay, në rregull, bëje. Tashti më kthy temës. Martesa, mike e dashur, është kurorëzimi i dashurisë, do të thonë, nëse ti dikonin e don, e respekton, ai të përkra, të beson, do të thonë normal kuptohet që edhe ai bën edhe ti, do të thonë janë që të dyja anët, që është diçka e mrekullueshme që ti ta bësh martesën dhe të lidhesh me këtë njeri dhe të formosh një jetë edhe më të bukur, edhe më të mirë. Por duhet të kuptojmë diçka, që nëse kjo frikë jotja është shumë e thellë, atëherë duhet të punosh me veten dhe të shohësh pse kam këtë frikë. Kam frikë sepse martesa e prindve të mi nuk ka qenë shumë e mirë dhe unë tashti jam me atë frikën time mrena që okay, ndoshta më ndodhe dhe mu e njëjta. Dhe nëse nuk është kjo, atëherë duhet prap që të shofësh tek rrethi jot, ndoshta ta ka dhënë ndonjë shoqë, shok këtë bindje, sepse ai vet ka qenë i palumtur dhe njerëzit më shumti në rasteve na tregojnë eksperiencat dhe përvojat e veta. Prandaj sa herë pyete veten, okay, çfarë du unë, çfarë ndjej unë, dhe duhet që të kuptoni që ne e tërheqim sa herë një njeri me një arsye në jetën tonë. Dhe mbas shumë viteve, nëse ne ndryshojmë dhe punojmë me veten dhe partneri apo partnerja mbeten aty në vend, atëherë energjia jonë më nuk përputhet dhe ndodh ndomja, ndodh ajo që unë them nuk është e mirë, por shpesh herë është edhe më e mirë se sa të rrim bashkë dhe t'jemi të palumtur, sepse e kemi një jetë me gjithmen, e kemi një jetë dhe është mirë që ta bëjmë atë më të mirën dhe nuk po them tani e kemi një jetë dhe në momentin që nuk na pëlqen diçka të ndahemi, ajo nuk është zgjidhje e mirë, sepse ne jemi njerëz dhe ne të gjithë bëjmë gabime, prandaj duhet t'ja japim edhe partnerit apo partneres mundësinë që të punojë me veten edhe të ndryshojë. Prandaj, mike dashur, nëse nuk janë këto arsyet, që ti nuk ke ndonjë përvoj apo traum nga jeta jote, do më thënë në fëmijëri, apo ke pas ndoshta një lidhje apo martesë që nuk ka qenë e lumtur, dhe kjo ndodh shpesh herë sepse nëse një person vjen nga një martesë e palumtur, atëherë ka frikë se i ndodh ajo përsëri. Por është e rëndësishme që të punosh me veten. Edhe për atë arsye unë ju them edhe njerëzve që ndahen me një herë dhe ju them mos shko me njëherë në lidhje tjetër, por njëherë formo atë lidhjen tone me veten tone dhe kupto që njeriu që ti e kërkon jetën tone mundesh njëherë me formu mbrëmsinë tone që me tërheq pikërisht këtë njeri. Uroj dhe shpresoj që kjo video apo podcast të kanë ndihmu dhe ti ta marrësh vendimin më të mirë, më të përshtatshëm për jetën tone. Të përshëndes edhe një herë.